avokat? Shumë shkurt të pjesë, sepse duhet të kalojmë në pjesë tjetër. Nuk duket që një diskutim, nuk ka një problem se balluku do vi një balluk tjetër. Nuk ka problem, ose është kjo balluku, dhe çfarë rëndësie ka për tryezën e për qytetarët, ka rëndësi për një qeverisje. Diskutimi për imunitetin, pranë gjykatës në ato artikujt për të cilën unë mbroj, diskutimi më tejshëm për imunitetin, sot në 2025 është i tepërt. Nuk ka, do të thënë, Këshilli i Ministrave është kthyer në një kauzë të para vitit 2012. Me ndryshimet kushtetuese, ky imunitet ka rënë. Sot po diskutohet imuniteti. Në qartë. Dhe po mbajt edhe si mburoj, me thonë, po mbajt për mburoj. A ka qenë një vendimarrje politike që kanë diskutuar. Ani dua nga një mendim për gjykatën kushtetuese, nga do anoj. I drejt apo jo pezullimi? Po, shiko, gjykata kushtetuese, gjykata sa kohë e futi në diskutim, nuk diskutohet që do të japi drejt ballukut. Nuk do të japi strukturës posaçme të gjykatës, në opinionin tim. Por kjo, a i bën mirë këtyre që miratuan në 2016-ën, gjithë të reformë në drejtësi... Që do të ndërgjëm prapë tani, do të fillojnë të venduar për sërinë kushtetues. Absolutisht i hapur, po, a do vej kjo kundër invers të reformës që ka marrë kjo, se fakti që thotë kjo reforma është e PS-s dhe tjera, po gjykata kushtetuese ku tja është e partisë Llapajt apo ati tjetër? Shikon. Okej, avokat? Për juve? Ashtu si që pash sot edhe që mendoj që pjesërisht ato marrëdhënien e debatit dhe pyetje përgjigjeve që u bën në seancë plenare, mendoj që gjykata kushtetuese do rritë neni 93 dhe 103.3. Okej. Dhe 103.3. Kështu që të kjo pjesë mendoj që do të bazohet dhe do të jetë vendimarrja. Gjëra tjera pastaj nuk e di se si çfarë mund ndodhi. E në qartë. Këthupi? Kemi lexuar ndërreshta diçka sot edhe nga pyetjet që është bërë nga gjykata kushtetuese? Nuk kanë, ky vendim i gjykatës kushtetuese ka rëndësi për kushtetuet bërësit edhe për zgjidhjen e një ngërçi në të ardhmen, po raport me çështjen konkrete. Për hetimin jo, që ta themi. Hetimin penal jo. Jo, masa ka rënë që në moment që SPAK-u adresoi kuvendin me kërkesë për heqje imuniteti. Në këtë pikë, në efektin penal të gjës, kjo masa nuk ka asnjë lloj vlere për SPAK-un. Për sa kohë ato kanë kaluar me një kërkesë tjetër që është detyruar Kuvendi i Drejtorisë së Shqipërisë. Dhe vendimi i gjykatës kushtetuese, përveç se do zgjidh ngërçin kushtetues të mundshëm, ose do japi një sqarim përfundimtar të dispozitës kushtetuese në raport me Kodin e Procedurës Penale, në lëmin politik nuk zgjidh asgjë. Ky është në çdo rast ky vendim është luz për kryeministrin. Si ta fitojë gjyqin. Po, por kemi një betejë tjetër të 28 janarit pastaj që do të shohim dhe aty nëse do e mbajnë akoma me thonjë imunitetin apo për publikun se do ndodh kjo gjëja në të nesërmen e vendimit të gjykatës. Këto dy çështje nuk kanë asnjë lidhje me njëra tjetrën. Zero. Këtu kemi çështjen kushtetuese, aty kemi po. Çështja e gjykatës kushtetuese nuk kanë asnjë lidhje me njëra tjetrën. Janë dy çështje krejtësisht ndryshme, njëra është përplasje pushtetesh kush ka drejt ta heqë dhe kush ka drejt ta vërë. Kjo tjetra është çështje penale, cilën Parlamenti duhet vendos politikisht dhe ligjërisht nëse do të mbështesë reformën apo do t'i dalë balla